Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Ka dështuar të bëhet konstruimi i Kuvendit të Kosovës pasi që nuk ka kaluar raporti Komisionit për verifikim të kuorumit dhe të mandateve. PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja dhe lista serbe nuk e kanë votuar raportin, duke vlerësuar se votimi i tij do të ishte kundër kushtetues. Më rreth 30 minuta vonesë ka nisur seanca konstituive e Kuvendit në të cilën ishte paraparë zgjidhja e kryetarit të Kuvendit nga vetëvendosje, por pikërisht deputetët e këtij subjekti politik shkaktuan vonesa për shkak të një takimi që kishin paraprakisht me kryetarin e këtij subjekti politik Albin Kurti në grupin e tyre parlamentar ku po diskutonin opsionet e mbarvajtjes së seancës dhe sigurimin e votave të nevojshme për zgjidhjen e kryetarit të ri. Me të hyrë të gjithë deputetët në sallë, përfshirë edhe ata të listës serbe, deputeti më i vjetër në moshë Avni Dehari, në hapje të seancës kërkoi të numërohen deputetët e pranishëm. Pas konstatimit se në sallë ishin 119 deputet nga 120 sa ka Kuvendi, u krijua edhe komisioni hetimor për verifikimin e mandateve të deputetëve. Propozoj deputetin Artan Abrashi që të jetë antar njëherët edhe kryesues i Komisionit për verifikimin e kuorumit dhe mandateve. Propozoj deputetin Përparim Gruda. Ne si grup parlamentar propozojmë deputetin Armen Zemaj. Propozojmë zonjën time Kadrije. Pastaj u kërkua një pauzë për rreth 15 minuta për t'i dhënë hapësirë komisionit të verifikojë nëse ligjërisht të gjithë deputetët kanë zbatuar procedurat ligjore përpara dhënies së betimit të tyre. Këtë pauzë disa deputetë shfrytzuan për të u relaksuar e disa të tjerë u pan duke diskutuar kokë me kokë. Po ashtu, disa deputet shfrytzuan pauzën duke shkëmbyer SMS për kalkulimet e tyre dhe bërjen e qeverisë. Ministri në detyrë për komunitete dhe kthim Elbert Krasniqi është parë teksa zhvillonte një bisedë me kryeministrin e detyrë Albin Kurti, duke i thënë se 4 votat e listës serbe na votojnë. Komisioni kishte përfunduar punën e tij, por para se të niste votimi, kryesuesi i komisionit, deputeti i vetëvendosjes Artan Abrashi, bëri të ditur se cilat parti ishin kundër një raporti të tillë. Për këtë raport kundër ishin Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Avërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, ne vazhdojmë të deklarohen për raportin e komisionit të përkohshëm. Kush është për? Me gjithë kundërshtimet, raporti i Komisionit Hetimor për verifikimin e mandateve të deputetëve u hodh në votim. Nga 113 deputet sa ishin në sallë, 52 deputet votuan përfshirë ata të vetëvendosjes dhe 3 deputet të nismes socialdemokrate, ndërsa 46 deputet ishin kundër, përfshirë ata të PDK-s, LDK-s dhe AAK-s, si dhe 11 abstenime. Raporti i Komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit të mandateve të deputetëve të legjislaturës 9 nuk ka lënë. I ftojmë përfaqësuesit e subjekteve për një konsultim dhe pas një pauze të shkurtër përsëri votojmë. Pasuan konsultat midis deputetëve të vetëvendosjes, por as pas këtyre konsultave nuk u pa e arsyeshme që të vazhdoj seanca konstituive e Kuvendit. Me që raporti i komisionit në seancë nuk mori votat e mjaftueshme për poshtë, në këtë rrethana detyrohemi ta ndërpresim seancën dhe një letër të njoftojmë presidentin se si do të veprohet në të ardhmen. Ndërkohë, nga zyra e presidentes thonë se ende nuk kanë pranuar një letër nga Kuvendi. Deri me tani nuk ka arritur asnjë letër nga Kuvendi, para përgjigjes duhet të vijë pyetje. Ndërkohë, monitoruesi i punës së Kuvendit nga KDI Eugenca Kolli tregon arsyeën e dështimit të seancës dhe procedurat ligjore se si parashihet të vazhdojë seanca pas këtij dështimi. Në fakt ka qenë ditur prej disa ditësh që raporti i Komisionit përkohshëm për verifikimin e mandateve do të ketë probleme të shumta që të kaloj për shkak të situatës kur kemi kryeministrin dhe të paktën 15 ministra të tjerë, të cilët janë në papajtueshmëri të mandatit të tyre për shkak se nuk kanë dhënë dorëheqje formalisht e ligjërisht, siç përcaktohet me nenin 26 të ligjit për qeverinë. Prandaj, në kuptimin parimor nuk mundet që dikush ta marrë mandatin e deputetit duke pasur një kësisht pozitë valide të antarit të qeverisë. Përfaqësuesi i KDI-s Eugenca Kolli nuk ka përjashtuar mundësinë që një seancë tjetër mund të thirret brenda 24 orëve.
Partitë politike odhën akuza të ndërsjella për dështimin e seancës konstituive të kuvendit. Lëvizja vetëvendosje e cilësoj si rebelim mosvotimin e raportit të Komisionit për verifikim të mandateve nga opozita dhe lista serbe, si dhe një sulm brenda institucional kundër Kosovës. Derisa opozita tha se vetëvendosje me veprime kundër kushtetuese, qëllimshëm po e zvarrit procesin e formimit të institucioneve të reja. Duke akuzuar partitë opozitare dhe listën serbe për dështimin e seancës konstituive të kuvendit, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti tha se mosvotimi i raportit të Komisionit për verifikim të mandateve është sulm brenda institucional. Deputetët e opozitës PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK sot votuan kundër raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve. Në një votim krejt formale teknik që bazohet në dokumentacionin e KQZ-s, ata u rebeluan kundër betimit të deputetëve dhe konstituimit të legislaturës së nëntë. Ky është sulm brenda institucional kundër Republikës Kosovës dhe zgjedhjeve demokratike. Kjo është situatë e paparë në shtetin tonë e shumë më gjerë. Ne qeverisim bare mirë. Këta lanë nam e bëjnë lajm të keq për shtetin tonë. Se janë kundër qeverisë e Republikës dihet, por se janë edhe kundër vetvetes, këtë e mësuam sot. Në ditën e seancës konstituive, Kurti përmes një letre drejtuar ish kryetarit të kuvendit Glauko Njufca, si dhe sekretariatit të kuvendit, i ka njoftuar për dorëheqjen e tij nga posti kryeministrit si dhe të kabinetit qeveritar, duke iu referuar një deklaratë të dhënë më 27 mars në KQZ. Por këtë letër opozita nuk e konsideroi si dorëheqje. Sipas kryetarit të PDK-s Memli Krasniqi, dorëheqja nuk jepet në KQZ, por para qytetarëve. Ai u përgjigj edhe akuzave të VV-s për pengimin e konstituimit të kuvendit, derisa shtoi se situata e sotme tregoi se VV-ja nuk i ka numrat e mjaftueshëm. Na nuk e kemi bojkotu, na kemi votu. Vota e deputetët është votë e lirë. E kemi treguar arsyen pse. Dhe këtu pak para unë ju thash, veç le të shkon zonia, le të jap dorëheqje, le të kthehet, prap atëherë ka kuptim. Pa atëherë s'mund nuk thyej dhe kryeministri. Po s'është dorëheqje ajo, ju keni në media këtë lexon apo ju duket dorëheqje që ai pi referohet, më falni, hajt shkoni pyetni në KQZ. A ka me 27-in që po i referohet aty në datë, a ka njoftim? Kur njoftim nuk ka në KQZ për kryeministri Kurti me thonë kam dorëheqje, nuk japet dorëheqja në KQZ. Dorëheqja japet në qeveri, japet para qytetarëve, japet para kuvendit, se ky kuvend ka zgjedhur herën e kaluar. A kanë shumicën këta? Ku e kanë shumicën? Ku i kanë 61 vota? Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se me veprime kundër kushtetuese, vetëvendosje qëllimshëm po e zvarrit procesin e formimit të institucioneve. Qëndrimi i partisë fituese që me 10 deputet që ushtrojnë funksionet të kryeministrit përkatësisht ministrave, përqen dhe deputet njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, i cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe blerë kohë. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të japin dorëheqje prej pozitave që i kanë, të ulen në ulsat e kuvendit si deputet Republikës Kosovës, të bëjnë betimin si deputet Republikës Kosovës dhe kështu nis formalisht konstituimi i kuvendit Kosovës. Sa për akuzat tjera, po i sheni se janë pjesë e një mendësie të njëjtë polarizuese, dhe du të them një gjë të thjeshtë, ata që komunikojnë me mesazhe për bërjen e votave nga lista serbe për qeverinë ashme, më së paku du të flasim për koordinime të tilla. Të njëjtin qëndrim ndau edhe kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj, i cili tha se konstituimin e kuvendit e bllokoi vet Albin Kurti. Ligji e kushtetuta e këtij shteti nuk lejojnë që të mbash edhe postin e kryeministrit apo të ministrit dhe të betohesh si deputet. Nuk mund të ulesh në dy karrige njëkohësisht. Ne nuk mund ta shkelim kushtetutën dhe të veprojmë ndryshe, prandaj nuk e votuam raportin. E kryetari i listës Guxo, Faton Peci, tha se nëse do të votojë raporti për verifikimin e mandateve, do të bëhej i ditur edhe emri i kryeparlamentarit të propozuar nga VV-ja. Ai tha se edhe pas dorëheqjes nga pozita e ministrit do të kthehet sërish në punë në zyren e tij. Emri i ri do të shpaloset momenti kur ne të kemi të verifikuar mandatet edhe kur të krijohet hapësira rrethona kushtetuese dhe ligjore që të konstituojmë kuvendin. Të gjithë ministrat kanë ofruar dorëheqje, mirë po, pavarësisht që kemi dhënë dorëheqje, unë kthehem në zyrën ku e kam të ministrit për shkak se largimi i kryeministit në detyrë, nga zyra e kryeministit edhe largimi
i ministrave nga zyret e ministrive, me që ras do të krijon të mundësia krijimit të një hendeku të madh, në kupton që dikush nesër mundet me thonë që kemi bë vepra penale deri në nivel të tradhtisë kombëtare. Akuzat e ndërsjella të partive politike për dështimin e seancës konstituive vazhduan gjatë gjithë ditës në rrjetet sociale. E për zhvillimet e sotme në Kuvendin e Kosovës, flasim tani në studio me politologun Argjend Zejnaj. Mirë se në studion tonë. Mirë se vëgjeta e lirë, përshëndetje për juve. Atëherë, si i pat zhvillimet e sotme në Kuvend, ishte i pritshëm ky dështim i konstituimit të Kuvendit, apo jo? Në gjykimin tim po, për shkak të heshtjes kryeministrit në detyrë, kryeministrit të kontestuar në detyrë, dhe për shkak të hezitimit të rezervave që i kanë pasur të gjitha subjekte politike, aktorët të cilët sot u grumbulluan në tentim konstituimin e Kuvendit, dhe kjo na ka dhënë vetdijen, do të thonë që nuk mund të kemi në tentimin e parë konstituimin e Kuvendit dhe do të fillon një krizë që do ta shohim nëse do të jetë afat gjatë apo afat shkurtër. Nëse do të ketë nevojë që të ndërhyjë presidentja pas disa ditëve me ndonjë kërkesë për interpretim edhe të gjykatës kushtetuese. Në të kundërtën, besoj që ka qenë e pritshme nga gjithë njohësit që Albin Kurti do të bëjë një lëvizje të ngjashme duke mos e shtyrë matutje këtë raportin e Komisionit të verifikimit të mandateve, për shkak se kjo do ta nxjerrte në shkelje të lehtë ose kapje të butë të institucioneve nga ana e qeverisë në detyrë. Pra, ligji për qeverinë i miratuar në vitin 2022 po interpretohet tani në format ndryshme nga pozita dhe opozita. Për atë se si duhet të japë dorëheqje, a vlen kjo dorëheqje e sotme e kabinetit qeveritar apo jo? Ka mangësi ky ligj sipas jush? Siç e thash, kjo ka të bëjë me këtë kapjen, tendencë për të kapur në kuptimin e butë fjalës të gjitha institucionet, për t'ju mbi vendosur institucioneve, se nuk mund të jesh në të njëjtën kohë, është edhe me kushtetut, po edhe me ligjin që e rregullon funksionimin e qeverisë dhe rregulluarit e Kuvendit, nuk mund të jesh në të njëjtën kohë në të dy pozitat. Pa më parasysh ai në detyrë, ai me kompetenca të plota. Në momentin e parë, kur ti presupozohet që po shkon me dhon betimin si deputet, nuk mund të jesh në të njëjtën kohë edhe me tjetrën këmbë në pozicionin e kryeministrit. Se ku u kthy kryeministri kur doli nga salla e Kuvendit? U kthy në ndërtesën e qeverisë. I bën që nuk ka rëndësi terminologjia, ai në detyrë, ai me kompetenca të plota. Jetë duke ushtruar funksionin kryesor ekzekutiv, siç është ajo e kryeministrit të vendit, dhe rrjedhimisht kjo i bën që po tentohet nga ndërtesa edhe fizikisht, por edhe legalisht nga ndërtesa e qeverisë ta kontrollosh dhe të mbi vendosësh Kuvendit, i cili është organi më i lartë shtetëror i Kosovës. Pra që i bie që në momentin që deputetët japin betimin e tyre, si deputet ata më nuk kanë të drejtë të kthehen në pozitë as në detyrë. Absolutisht, është precedent, ashtu siç e tha dhe po është tek e fundit është rregull e sankcionuar, rregull kushtetuese ligjore edhe brenda Kuvendit. Nuk guxon që të jesh në të dy funksionet në të njëjtën kohë për shkak se atëherë nuk është më ndarje e organeve të shtetit, legislative, ekzekutive dhe gjyqësori. Atëherë kemi ngatërrim dhe mbi vendosje të njërës institucion mbi tjetër institucion. Në këtë rast të qeverisë mbi Kuvendin e Kosovës. Dhe nuk ka më të bëj këtu me pjesë teknike, ka të bëj me kalkulime politike. A nuk vlen kjo deri në momentin që të zgjedhet qeveria e re, që të votohet qeveria e re dhe pastaj të bëhet pranim dorëzimi i detyrës së kryeministrit? Unë besoj që në momentin kur ndodh verifikimi i mandateve, ata do të japin betimin. Pastaj kur e ki kohën për me dhënë dorëheqjet legalisht në kuptimin e plot fjalës edhe të veprimit si kryeministri që je në detyrë. Kryeministri Kurti e ka shumë lehtë. I vetëm e dorëzon kompetencat e veta, ato që i ka, që janë një ligji si qeverinë detyrë, tek zëvendës kryeministri i parë, në këtë rast të Besnik Bislimi, i cili po ashtu nuk është deputet. Dhe ministrat e tjerë të resorëve, të cilët janë deputet dhe që nuk po dëshirojnë me dorëzu mandatin e deputetit, i dorëzojnë mandatet e tyre të një qeverie kushtimisht i themi edhe teknike, nëse ka nevojë, deri në mandatimin e qeverisë së re, tek zëvendësat e vet dhe rrjedhimisht zhbllokohet situata dhe ecim tutje me konstituimin e Kuvendit, i cili për mendimin tim është jashtëzakonisht flagrante kjo sjellje, karshi i këtij institucioni, për shkak se qytetarët kanë votuar
megjithatë e kanë kryer punën e vet, tashmë i takon të zgjedhurve të popullit që të mos na mbajnë në ngërç institucional për shkak se nuk na nevojitet ky ngërç, çfarë po presupozohet edhe po e shohim që po don me fillu dhe të kalojnë në hapin tjetër që është mandatimi i kandidatit për kryeministër të ri dhe të qeverisë së re dhe të ecim tutje. Po kujt i konvenon ky ngërç politik dhe mos konstituimi i kuvendit? Pse do t'i konvenonte në këtë rast Kurtit mos konstituimi i kuvendit? Shqoj, Ilir, kalkulimet politike të zotrit Kurti nuk kanë dalë që para se të shpallëshin zgjedhjet, themi. Ka pas një lloj retorike që t'i fitoj këtë zgjedhje si i vetëm, me mbi 500.000 vota, nuk i dolën ata numra, tashme është nervoz në radhë parë me vetë vetën, në radhë dytë është nervoz me figurat kryesore të partisë vetëvendosje, për çka i konsiderojmë fajtuar që nuk e kanë kryer punën e vet ashtu siç duhet, bazë të informatave që i kemi, ka jashtëzakonisht shumë çertime të brendshme, dhe në të njëjtën kohë tashmë po tenton që të hakherët dhe të hakmerret në kuadër të mos konstituimit të kuvendit për t'i dhënë shans qoftë ajo një trysnie të LDK-ja, e ka synin që të bëjë të mundur një koalicion qoftë edhe një vjeçar me një parti të madhe shqiptare për shkak se nuk i dalin kalkulimet me përjashtim të listës serbe, nuk i dalin kalkulimet me deputetet e komuniteteve jo serbe, sepse edhe ata, duke i dhenë shkas edhe arsye kryeministri në detyrë, ju ka dhenë shumë alibi që të kërkojnë edhe ato që ka nuk ju takon zatën, as në bazë kushtetutës dhe as në bazë të rregullave dhe as në bazë të drejtave të cilat i kanë shumë të mëdha në kuadër të kushtetutës së vendit tonë, dhe në të njëjtën kohë i vjen inat themi që të përulet partive të mëdha shqiptare dhe të bëjnë një koalicion me ta, po provon, edhe unë besoj që seanca tjetër do ta nxjerrë kryetarin e nismas socialdemokrate si kandidat për kryetar të kuvendit, dhe kjo do të mundet me qenë një lloj përshpejtimi ose shpejtimi të Kosovës për të mos hyrë në një ngërç më të madh institucional. Po ndalemi tek çështja e dorëheqjes kryeministrit dhe kabinetit qeveritar. Pra, liderët e opozitës, partitë opozitare po kërkojnë që kjo të ndodhë para se të vazhdohet tutje me konstituimin, me vazhdimin e seancës për konstituimin e kuvendit. Por kryeministri përmes një letre e tha se ka dhënë dorëheqje bashkë me kabinetin qeveritar. Pse nuk po pranohet kjo letër nga opozita sipas jush? Ai duhet dorëheqjen përveç se në aspektin administrativ që e ka dorëzuar tashmë, të cilën e kemi pa në Komisionin Qendror Zgjedhor, e ka dorëzuar edhe ish kryetarit të kuvendit. Rrjedhimisht ai tashmë duhet të deklarohet edhe para kuvendit Kosovës me betimin e tij, me pranimin që nuk do të jetë më kryeministër pasi të kryhet kjo ceremonia e verifikimit mandateve dhe dhënies së betimit si deputet dhe të ulet në ulsen deputetit dhe derisa presidentja e vendit të ftoj partitë politike pas konstituimit të kuvendit, të ftoj partitë politike dhe të jap të drejtën atij që është i pari, i dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit për ta formuar, për ta propozuar qeverinë e tij dhe për ta prezantuar shumicën e vet parlamentare në kuadër të 15 ditëve. Këtu është intenca e opozitës, edhe ata e dinë që kryeministri Kurti nuk do të shojë pe në këtë pikë për shkak se nuk i ka numrat për ta zgjedhur qeverinë e ardhshme, të cilën ai e pandese i takon partisë vetëvendosje, por në të njëjtën kohë nuk i dalin numrat në seancë në kuptimin praktik të fjalës dhe kjo e bën që të bëj të tilla orvatje duke mos e votuar se ai raporti në komision është votuar edhe nga partia vetëvendosje, edhe nga lista serbska, ndërsa nuk është votuar nga 3 partitë opozitare. Rrjedhimisht të deklaratat që se pak sa i ftohur të deklaratat se partitë opozitare të deri djeshme, bashkë me listën serbe, po tentojnë të bllokojnë krijimin e institucioneve. Janë deklarata për retorikë politike, për të vazhduar këtë bllofin politik, duke mos qenë konkret, duke mos qenë koherent me nevojën të cilën e ka Kosova në atë parë për rindërtimin e institucioneve të reja për të shtyr përpara procesit që na pres. Realisht, kryeministri në detyrë Kurti i sulmoi ashpër këto parti opozitare të deri djeshme, duke thënë se po bëjnë një sulm brenda institucional ndaj Republikës së Kosovës dhe ndaj zgjedhjeve demokratike të mbajtura në Kosovë. Po të gjitha informatat, të gjitha zhvillimet, të gjitha analizat na dërgojnë që kryeministri Kurti është duke provuar që nëpërmjet ministrave që i ka pas nga pjesa komuniteteve jo shumicë dhe jo serbe,
që të provoj t'i bind disa prej deputetëve të listës serbe që të votojnë fillimisht kryetarin e kuvendit të propozuar nga vetëvendosja dhe pastaj të vazhdojnë edhe me votimin e qeverisë, duke qenë se janë të sankcionuar edhe në Kushtetutën e Kosovës që me patjetër komuniteti serb duhet ta kenë një ministër i cili duhet t'i marrë 2/3 e votave të komunitetit, në këtë rast edhe të komunitetit serb. Pra, tenton që nëpërmjet lojrave të tokfjalshëve të tij të shumë dëgjuara, tua hedh fajin, nëse shkojmë zgjedhje, që t'i nxjerr prapë t'i nxjerr partitë opozitare të ijdeshme, ata të cilët kanë shkatruar këtë vend dhe vazhdojnë ta bllokojnë këtë vend duke mos e lënë të konstituohen institucione të reja. Dhe energjia është fokusuar sidomos ditëve të fundit tek deputetët e komuniteteve jo serbe për të marrë votën e tyre, si keni parë këto diskutime të cilat shpesher kanë dalë në publik se çfarë është thënë, disa nuk e kanë shprehur qëndrimin, veç të kanë thënë se janë në diskutime sipër për të marrë pjesë në qeveri ose jo. U tha se Duda Balje realisht mund të futet në qeveri dhe do ta votoj qeverin Kurtit. Mendoni se po e marrin atë që kërkojnë komunitetet jo serbe në këtë rast kur partitë shqiptare nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët për të formuar një koalicion të mundshëm. E thash edhe më herët të lirë, kjo alibi, kjo adut i krijuar është nga ana e kryeministrit në detyrë, zotit Kurti, i cili duke mos dashur me ul me fol seriozisht me partitë e mëdha shqiptare për ta bërë një koalicion qoftë ai stabil për të mirën e vendit, ju ka dhënë shkas dhe arsye komuniteteve jo serbe dhe jo pakicave që të kërkojnë më shumë se që ju takon. Në këtë rast, po pandemi këtu që Ebert Krasniqi po synon që të marrë në mos njëjtën ministri, njërën nga ministrit e qeverisë Republikës Kosovës, Duda Balje po ashtu, ish zëvendës kryeministria nuk po lëshon pe edhe ajo tenton të provon që të rikthehet prapë si qeveritare dhe kështu me radhë, pra kur kemi parasysh këtu që mundet me një ulje të tensionit post zgjedhur, kryeministrin detyrë të ulet me partitë shqiptare, me liderët e partive shqiptare dhe të merren vesh për një koalicion, qoftë edhe me marrëveshje edhe për një qeveri, një vit e gjysmë, edhe të rikonsolidohemi edhe një herë për shkak edhe të zhvillimeve, siç ritheksojmë, të zhvillimeve ndërkombëtare edhe rajonale dhe të kemi një qeveri stabile për kaq muaj sa mund të jetë e tillë dhe të kryjmë disa prej procedurave, disa prej proceseve të cilat janë nevojë edhe e kohës. Dhe duke mos e bërë këtë, kryeministri me ose pas qëllim, po ju jep shkas dhe arsye komuniteteve jo shumicë që të kërkojnë atë që në fakt nuk ju takon as moralisht, as legalisht për të qenë secili prej tyre pjesë e qeverisë Kosovës dhe për të marrë diçka nga kuloqi qeveritar. Por ju po thoni se vetëvendosja dhe Albin Kurti nuk po don që të bashkë qeverisë me partitë e mëdha shqiptare, por ishte një ftesë drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës që u refuzua kategorikisht madje edhe që të ulen në një takim për të parë nëse është një ofertë e duhur për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë besoj që fakti që Albin Kurti nuk i ka dërguar ftesë asaj strukturalisht të ke funit, si që kanë zirë elektorati, po i ka dërguar ftesë partisë së tretë për nga renditja elektorale, i bjen që është duke dashur me shty sa më shumë, sa më tej proceset e konstituimit të qeverisë për të qëndruar sa më gjatë vetë si kryeministri në detyrë, për t'ju afruar qoftë ajo edhe zgjedhjeve lokale, ose edhe për t'i shpallur edhe një parë zgjedhje dhe pastaj t'i kemi 2 parë zgjedhje brenda këtij viti, edhe zgjedhje të qendruara për qeverinë, për kuvendin tjetër, edhe zgjedhjet lokale që i kemi detyrim kushtetues dhe ligjor, dhe kështu urvatet që të shpërqendroj, të shpërndaj fajin, duke mos u fokusuar të gjithë tek partia vetëvendosje, por duke i dhënë arsye dhe shkas vetes që ti fajsoj edhe parti tjera, siç është këtë rast LDK-s, të cilës zotin i ka dërguar një ftesë me shumë vonesë, për shkak se konsultat, për mendimin tim, do duhet të fillonin nga partia e dytë, sipas zgjedhjeve të nënshkurtit, partia së tretë, që është këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, Lista Srpska, pse jo, se edhe ajo është parti tek e fundit e certifikuar që ka marrë pjesë në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës me aleancën dhe nismen, dhe për të vazhduar tutjet deri tek e fundit, por kryeministri në detyrë ka zgjedhur që të fillojë nga fundi deri tek, po ka bërë te i kalim, duke i zgjedhur tek
edhe drejt e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila besoj që... Nuk është një drejt e një partije që të përzgjedh partit më të paraferta që mendon se mund të bashkëqeverisë me ta? Unë besoj që jenë të paraferta askund partijave të venduese me Lidhjen Demokratike të Kosovës, as konceptualisht, as në aspektin e programor, për shkak se njëra konsiderohet që është e djathtë, ndërsa tjetra është e majt, ai thotë që jam qendër e majt, po është e majt, dhe rrjedhimisht edhe partia Lidhja Demokratike e Kosovës e ka provuar në 2020-ën se çka është qenurit në koalicion me partinë venduese dhe me kryeministër Albin Kurtin, dhe në çarqet jo zyrtare të Lidhjes Demokratike të Kosovës e thonë që pa tradhtu Albin Kurtin nuk mundesh me thonë tradhti. Dhe konform kësaj, unë nuk besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do të pranojë ndonjëherë që të hyjë në këto kalkulime, të hyjë si pjesë e koalicionit me partinë venduese, për shkak se do të mundet me përfundu ashtu siç ka përfunduar në vitin 2020, në mos edhe më keq, pastaj kur do të shpallën zgjedhjet nuk do të ketë më alibi se si të arsyetuohet sepse hyri në koalicion me Albin Kurtin, dhe rrjedhimisht asnjëra nga partitë e mëdha shqiptare nuk po provon që të ngaren brapan, të paktën jo publikisht, që të hyjnë në koalicion me partinë venduese, duke dashur me shty drejt finishit të kohës ligjore për të marrë pastaj mandatin opozita, siç i referuemi, për të thirrur një mandatar dhe për të thirrur një qeveri të tyre. Duket se deputetët e nismës nuk do të jenë të mjaftueshëm nëse arrin Kurti që të ketë marrëveshje me ta për të bashkëqeverisur. Duhet një koalicion më i madh apo jo? Besoj që për me qenë stabil, se edhe kësaj friksohet, unë besoj që Albin Kurti pranon të hyjë në një qeveri, në një koalicion që do të ketë vetëm 61 numra, për shkak se ajo presupozohet që në çdo ditë, edhe qoftë ajo edhe dita më normale e zhvillimit në një seancë, mund të thirret pas 100 ditëve një mocion mosbesimi dhe të zohet një qeveri e tillë, dhe do të synoj që nëse jo me një parti total, të pikëtoj deputet në për partitë e opozitës të drejtdjeshme, që të bëjë të paktën 65 deputet në Kuvendin e Kosovës, një mazhorancë që është solide për një qeveri që do të mund të zgjasë maksimalisht deri në pranverën e vitit 2026, ku do të kemi zgjedhjen e presidentit. Por deri më tani nuk kemi parë gatishmëri nga këto partitë që po i referohemi opozitare për të bashkëpunuar me vetvendosjen. Komunikimet që i pam sot, të cilat në mënyrë konspirative u publikuan nga media, tregojnë që megjithatë partia vetvendosje i ka hequr të gjitha dilemat dhe është futur në vorbullën e politik berjes që i përshtatet Kosovës edhe Ballkanit përgjithsisht, por Kosovës sidomos në veçantë, që duhet të bësh kalkulime edhe individuale me deputetët brenda seancës plenare tek e fundit, dhe konform kësaj besoj që do të mbërri edhe me listën srpska që të ja votojnë ashtu siç thuhej për nismën socialdemokrate, e cila ka dhënë mbështetjen e saj pa kushte, pa kërkuar që të jetë pjesë e qeverisë, por që ta mbështesë një qeveri e cila do të mund të udhëhiqej nga partia venduese dhe nga Albin Kurti. Si pat... Po kjo është ikë me dyteja dhe Albin Kurti këto e kupton shumë mirë dhe prandaj nuk i hen këtyre sfidave. Si pat sot qëndrimin e listës serbe dhe mundësinë nga ato komunikime që dolen në media për mundësinë që pra disa deputet të listës serbe mund të votojnë qeverin Kurti? Unë besoj që ata tek e fundit për as kohë sa e konsiderojnë, ata janë pjesë e Kuvendit të Republikës Kosovës, duhet sillen ashtu si sillet shumica parlamentare, ashtu si sillen të gjitha partitë tjera parlamentare, konform rregullave, se a pranojnë ta votojnë blok një mandatar ose një kryetar të Kuvendit të propozuar nga vetvendosja dhe një mandatar të propozuar nga vetvendosja apo jo, apo pranojnë të hyjnë në koalicion. Tek e fundit ata janë kategori kushtetuese, të cilët duhet ta kenë një ministër nga grupi i tyre parlamentar, në këtë rast dinë edhe besoj që në rastin më të keq do të kemi një déjà vu nga mandati i kaluar, ku ishin fillimisht pjesë e koalicionit, pjesë e qeverisë, por në ndërkohë gjatë zhvillimeve dolën nga qeveria dhe ministrin listës srpske Zëvendësoj Nenad Rashić, deri sot sa jemi në këtë qeveri e cila po gjykohet që është në shkelje të ligjeve dhe në shkelje të kushtetutës. Dhe mund të ndryshoj qëndrim lëvizja vetvendosje që në të ardhmen të diskutojë me listën serbe, që ata të jenë pjesë e qeverisë apo jo? Nëse pranojnë që të mos shkojmë në zgjedhjet e reja, në zgjedhjet jashtëzakonshme, atëherë do t'i duhet ose me partitë
me ndonjëherë mbi partive shqiptare, partive të mëdha, të ulet seriozisht, të bëjë marrëveshje ose të rikthehet në negociate me listën serbe për të bërë një shumicë të mjaftueshme për të qenë një qeveri stabile, me asa mund të themi që mund të jetë stabile. Për shkak se, siç e thash, lista serbe nuk i dihet momenti kur do të marrë ingerenca dhe kur do të marrë direktiva prej Beogradit që të lëshojë qeverinë dhe ose në të njëjtën kohë të zgjedhë mandatet si deputet. Dhe sa do të ishte e mundur në këto rrethona të reja të krijuara që të krijojë një qeveri nga partitë opozitare? Këto do ta shohim në momentin kur po supozojmë kalojnë afatet e partia vetëvenduese, kalojnë mandatet pa e propozuar mandatarin e vet, atëherë do ta shohim nëse vërtet të deklarimet që i kanë në vazhdimsi partitë e opozitës së deri djeshme që janë gati për një qeveri të opozitës, do të jenë vërteta apo jo. Ne të kundërtën ne e shohim në Lidhjen Demokratike të Kosovës që është as me partinë vetëvenduese, por në ndërkohë nuk ka dhënë shumë garanca as për një qeveri të opozitës. Nuk e dim se ku e kanë qëllimin në këtë rast Lidhja Demokratike të Kosovës, por gjithsesi do ta shohim në praktik se si do të jenë këto zhvillime në momentin kur do ta kenë mundësinë partitë opozitës që ta kenë mandatarin e tyre. Sa do të ishte e qëndrueshme një qeveri e opozitës në një situatë hipotetike nëse LDK-ja dhe PDK-ja merren vesh për postin e kryeministrit? Mendoni se do të ishte qeveri afatgjata apo jo pa vetëvendosjen? Unë besoj që secili koalicion, secila parti që do të mundet me kriju qeverinë e re, nëse nuk do të mërri të siguroj 81 votat për pranverën e vitit 2026, nuk do të kemi matutje se sa ajo pranverë, qeveri funksionale për shkak se nëse nuk do të zgjedhet një president, atëherë sigurisht do të shkojmë edhe në zgjedhje jashtëzakonshme edhe për Kuvendin e Kosovës, për shkak se e dim të gjithë që me sa shumë vështirësi është zgjedhë edhe Vjosa Osmani, por edhe para Renci i saj ish presidenti Hashim Thaçi. Pra, ju mendoni se gjasat mund të jenë që edhe të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme paralelisht me ato lokale apo më herët? Nëse do të krijohet qeveria dhe e shohin që nuk do të munden me siguri të 81 votat për president, atëherë mund ndodhë që të shpallin në njëjtën kohë edhe zgjedhjet qendrore edhe zgjedhjet lokale në tetor-nëntor të këtij viti. Por çfarë rezultate do të mund të prodhonin ato zgjedhje kur atëherë do ta shohim retorikën se si do zhvillohet, kush do të jetë më i bindshëm për t'ia lënë fajin tjetrit, sepse nuk u kriju një qeveri stabile dhe sepse nuk do t'i kenë numrat për zgjedhjen e presidentes për mandatin e ardhshëm 5 vjeçar. Në situatë krejtësisht në këtë rast e dim fort mirë për propagandë është më sofistikuar partia vetëvendosje dhe dyshoj që mund ta mundin të gjitha partitë tjera bashkë me propagandë. Do të ishte një humbje për Kosovën nëse shkohet sërish në zgjedhje apo nëse nuk? Dita sotme, Ilir është humbje për Kosovën për faktin që nuk arritën që qoftë ai edhe një aspekt teknik ta tejkalojnë. Por kjo mund të tejkalohet shumë shpejt, por nëse shkohet, nëse arrin që realisht japin dorëheqje ashtu siç po kërkon opozita, pastaj rikthehen në seancë dhe do të konstituohet kuvendi. Jo, duhet ta qartësojmë për publikun Ilir, nuk po kërkon opozita. Kto kërkon ligji. Nuk edhe një për të rikthyer ligjin, cilin po e interpreton opozita, këta po interpretojnë ndryshe. Nuk ka tjetër interpretim, Ilir. Je në shkelje në momentin kur se jo vetëm propozitën e ministrit dhe deputetit. Po. Nëse je ministër nuk guxon me marrë asnjë funksion tjetër që merr pagë prej buxhetit të shtetit. Asnjë funksion tjetër. Po. Edhe në këtë rast, jo se jo edhe ti je deputet, edhe ti je ministër. Domthonë është shkelje e kushtetutës. Në rastin më të keq, janë shkeljet e kushtetutës, përveç se ligjit dhe rregullave të zhvillimit të seancave dhe të rregullave të funksionimit të Kuvendit të Kosovës. Pra, kryeministri në detyrë është në shkeljet e kushtetutës derisa insiston që të jetë edhe kryeministër edhe deputet. Është ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani, i cili ka thënë se në momentin e betimit të deputetëve ata nuk do të mund të ushtronin asnjë funksion ekzekutiv dhe e quan vendim të ngutshëm këtë të opozitës. Një pyetje retorike për ish kryetarin e gjykatës kushtetuese. Kush do të mundet me garantuar që edhe pas dhënies së betimit nga ana e kryeministrit Kurti, kryeministri në detyrë, që nuk do të kthehej në ndërtesën e qeverisë. Kush do ta ndalte? Atëherë do të quhej në mënyrë flagrante kapje, siç e thash fillim, kapje e butë e institucioneve të shtetit. Po i bëvendosësh, e ke dhënë betimin si deputet atje, ju po mendoni që praktikisht kryeministri Kurti nuk do të kthehej në ndërtesën e qeverisë? Kush do ta menaxhonte zyrën e kryeministrit të Kosovës nëse deri sot nuk e kemi asnjë letër që kompetencat e tij
si kryeministri në detyrë ja ka delegu zëvendësit e tij të parë zotit Bislimi. Pra, këto janë tek e fundit janë edhe veprime praktike. Nuk guxojmë me kriju kësi precedani, nuk guxojmë me leju kësi precedani, për shkak se pastaj këtu buhen të interpretueshme edhe me një kërkesë thjesht për një grup parlamentar mund me dërguar në gjykatë kushtetuese kurdo dhe me rrezu qeverinë në momentet ma jo të favorshme për Kosovën. Mirë, kritikisht në fund, zoti Zejnaj, cila do të ishte rruga më e mirë për krijimin e një qeverie në mënyrë që vendi mos shkojë sërish në zgjedhje? Kush me kënd do të ishte më mirë që të krijonin një koalicion qeverisës? Nëse do t'i mbyllnim syt politikisht, atëherë sigurisht që Partia Vetëvendosje ka dalë para dhe do duhet dhënë shansi që ta krijonte qeverinë me cilën do prej subjekteve politike të tjera në Kosovë, të cilat e bëjnë një shumicë të qëndrueshme brenda mazhorancës në Parlamentin e Kosovës. Në këtë rast, retorika dhe epitetet që i ka dhënë kryeministri edhe për 4 vitet e kaluara, por edhe gjatë, sidomos gjatë fushatës elektorale, nuk ka lënë hapësirë që të ketë një bashkëpunim sinqert me asnjërin prej partive kryesore në aspektin politik të Kosovës, ato parlamentare kanë fjalën, dhe rrjedhimisht do duhej që ose të provonte ai bashkë me komunitetet të ndërtonte një qeveri, ose të lëshonte rrugë dhe t'u jepte shansin partive opozitare të djeshme dhe që ta tregonin ato veten. Në të kundërtën, këtu do duhej që të bëheshin bashkë Partia Vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës, dy taboret kryesore të cilat e kanë fërku vazhdimisht aspektin politik në Kosovë dhe që kanë nxjerr deri diku edhe heshtat politike që kanë pru edhe situatën e këtyre kasafytjeve politike deri në këtë pikë çfarë jemi sot. Pra duhet që të bëhen bashkë këto dy subjekte sikur në vitin 2004-2005 kur e kemi pasur koalicionin e famshëm ndërmjet aspektit të paqes siç është thujtë dhe krahut të luftës që e ka përfaqësuar në atë kohë, në atë botë në koalicion me Lidekën partia e zotit Haradinaj. Pra edhe sot është e tillë, është e nevojshme edhe për shkak të zhvillimeve gjeopolitike dhe të rysnisë që do të na vijë zotit e më e madhe edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës po nga Bashkimi. Shumë procese të rëndësishme që presin e Kosovës. Të falenderoj shumë që ishit zoti Zejnaj në studion e emisionit Nisën drejt për drejt, zakonisht kënaqësi të analizojmë zhvillimet politike. Faleminderit shumë për mundësi. Pse dua me politologun Argjend Zejnaj do të vazhdojmë tutje me një material tjetër. Nisma qytetare asnjë cent më shumë ka bërë të ditur se të shtunën do të mbahet protesta e radhës kundër shtrenjtimit të rrymës, ata janë duke e përgatitur edhe padin kundër zorrejës dhe presin që gjykata ta pezullojë vendimin për shtrenjtimin e energjisë elektrike për 16%. Qytetarët thonë se institucionet nuk duhet me kaq lehtësi të shpërfillin kërkesat e tyre. Vendimi i ZRE-s për shtrenjtimin e energjisë elektrike edhe për 16.1% të tjera ka friksuar qytetarët se përveç faturave të papërballueshme, ata do të ballafaqohen edhe me një valë të re të shtrenjtimit të produkteve esenciale. Por pavarësisht kësaj, shqetësim kryesor i tyre është përfillja e kërkesave të qytetarëve kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike. Sigurisht ka në kohën më të vështirë, kur çmimet po rriten çdo ditë. Pagat e ulta, papunësia e madhe edhe besoj që ndikon keq në çdo familje. Po as ka mundësi po vërtet. Është lodh për gjitha këtyre. Sheh sot ku vendin, çfarë manipulimesh bojnë, tyre pret që të rregullohet. Asnjë cent më shumë! Asnjë cent më shumë! Dy protestat të njëpasnjëshme kundër shtrenjtimit të energjisë nuk i bindën anëtarët e bordit të ZRE-s që të mos marrin vendim për shtrenjtimin e energjisë elektrike. Por pavarësisht se ZRE-n nuk e bindën dy protesta brenda një jave, organizatorët e këtyre protestave, iniciativa qytetare grupi asnjë cent më shumë, bën të ditur se të shtunën do të mbahet protesta e radhës. Vdekjet në vendin e punës në Kosovë janë në rritje. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti kanë humbur jetën 9 punëtorë. Në 10 vitet e fundit, numri viktimave arrin në rreth 240. Sindikata e sektorit privat shpreh shqetësim të madh, ndërsa ekspertët e sigurisë kritikojnë mungesën e përgjegjësisë nga ana e punëdhënësve. Njëzet e 2 vjeçari nga Malisheva, i cili vdiq 2 ditë më parë si pasojë e lëndimeve të marra përgjatë orarit të punës më 7 prill, është i 9-ti me radhë në listën e të vdekurve në vendin e punës, apo si pasojë e lëndimeve të marra në vend të punës.
Kryetari i sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, tha se përgjatë vitit të kaluar kanë qenë 12 raste të tilla të aksidenteve në vend të punës, të cilat përfunduan me fatalitet, por që këtë vit shifrat janë alarmante. Sipas tij, siguria në vendin e punës nuk është në nivelin e duhur. Fatkeqësisht është viti më tmerrues, viti më i dhimbshëm, sepse që nga 1 janar vitit 2025 deri me ditën e sotme që po flasim, datën 15 prill 2025, i kemi 9 raste që do të thotë është një shifër të madhe. Nëse bëjmë një krahasim në mes të janarit e aprillit të vitit kaluam dhe të këtij viti, në vitin e kaluam kemi pasur vetëm një rast vdekje deri në këtë periudhë, kurse tani në vitin 2025 kemi 9 raste, që do të thotë që nga pas lufta asnjëherë nuk kemi pas numër më të madh të raste vdekje se sa në këtë periudhë. Ragib Behrami, pronar kompanie i cili ka mbi 200 punëtor, thotë se ndërtimtaria është sektori me rrezikshmërinë më të lartë. Masat mbrojtëse na e shikojmë edhe trajtojmë si një tanësi. Si një tanësi, do më thonë, edhe pajisja me masa me pajisje për mbrojtjen punë, edhe pastaj zhvillojmë trajnime rregullisht, se trajnimet e kemi vrejt që ndikojnë shumë mirë në vetëdijsimin e punëtorëve me rreziqet. Përgjegjësia është tek të dyja palët vetëm kur të gjitha kushtet janë të plotësuara nga punëdhënësi për punëmarrësin. Në të kundërtën, bara mbie mbi punëdhënësin, deklaron eksperti i sigurisë dhe shëndetit në punë Naim Bajraktari. Shumë pak kemi të interesuar që t'i bëjnë kushtet punëtorëve për kryen mirë sigurt. Do thotë vetëdijsimi se çfarë pasojë do të ketë kompania është i fundit. Vetëdijsimi do të jetë se çka do të marrin masa këta për hyrjen e punëtorëve në vendet e tyre të punës. Kjo është shumë e ulët. Vetëdijsimi i tyre është në minimum. Pse është minimum? Pikërisht se nuk do të nda as pak mjete për një buxhet, thamë, në kompanitë e tyre, për shpenzimin që duhet të merren masat e sigurisë në punë. Ato masa kanë një kosto. Po ai kosto është minimale në raport me këto që ndodhin, me këto lëndime apo edhe me fatalitet më të madh. Ligji për kushtet e sigurisë në punë ende nuk zbatohet nga disa ndërmarrje private, sidomos nga ato ndërtimore ku rastet me fatalitet janë shumë të shpeshta, ndërsa dënimet konsiderohen jo adekuate për rastet që përfundojnë me vdekje në vendet e punës. Ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e sotëm, 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.